Më tepër se 8.000 vizitorë kanë vizituar qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat e tij, ndërsa në muzet e qytetit të Gjirokastrës kanë preferuar që ta vizitojnë dhe të njihen me historinë e këtij qyteti rreth 2500 vizitorë. Edhe në këtë periudhë më e vizituara nga turistët është kalaja e Argjiros. Sipas të dhënave nga autoritetet, ka një rritje të numrit të vizitorëve krahasuar me të njëjtën periudhë të 2025-s. Kemi një rritje të numrit të vizitorëve krahasuar me vitin 2025, pra aktualisht jemi në Kalane Gjirokastrës, jemi 7100 vizitorë krahasuar me 6600 që ka qenë në njëjta periudhë e vitit të kaluar. Normalisht duke patur parasysh që kemi patur një ulje të numrit të vizitorëve në muajin janar për shkak të situatës sinoptike dhe të rreshtive të dëmshme që ka patur gjithë Shqipëria. Interes më të lartë tregojnë turistët e huaj, ndërsa të parët në këtë periudhë renditen turistët nga Spanja. Konkretisht vizitorët vazhdojnë të jenë në numër dominant vizitorë të huaj, pra 70% e vizitorëve në Kalane Gjirokastrës janë vizitorë të huaj dhe rreth 30% e tyre janë vizitorë vendas. Numri i vizitorëve vendas kryesisht ka patur një rritje në ditët e fundjavës apo të festave. Nga vizitorët e huaj përmendim që pjesa dërmuese e tyre janë vizitorë spanjoll, francez, italian dhe vizitor grek apo edhe pastaj të gjithë etnive të ndryshme që ndodhen që vinë dhe vizitojnë Kalanen e Gjirokastër. Në Gjirokastër presin që interesi nga turistët të jetë i lartë edhe gjatë vitit 2026, ndërsa njësitë akomoduese dhe hotelet po bëjnë të gjitha përgatitjet për sezonin e ri turistik.